Nëse keni ardhur në stacion informues të Këshillit Bashkiak në Bovë, ne këtë ditë e hapur me komunitet. Kjo është një mundësi si për të informuar, për të ndarë mendime, shqetësime, propozime dhe idetë që mund të keni në kuadër të transparencës dhe bashkëpunimit në të zgjedhjet tuaj vendor. Për mëtej, fjalën e ka kryetari i Këshillit, Zotja Silvana. Ju falenderoj. Përshëndetje gjithë. Falenderoj për prezencën tuaj. Në këtë takim të shohim sezon informativ i jetës dhe vlerësimin e Këshillit Bashkisë të Bovës. Ne kemi përgatitur material të cilin do ta paraqesim para jush dhe kërkojmë nga ju vëmendjen e parë që të dini se si funksionon, si të organizohet, si funksionon dhe si duhet, cilat janë detyrat dhe kompetencat e Këshillit Bashkisë në funksionim të realizimit të detyrave të marra nga zgjedhjet vendore. Are Këshilli Bashkiak organizimi i njësive të qeverisjes vendore. Pas reformës administrativo-territoriale në zbatim të ligjit nr. 115/2014 dhe qeverisja vendore në Shqipëri u organizua si më poshtë. 61 bashki nivelli i parë i qeverisjes vendore dhe 12 qaqe si nivelli i dytë i qeverisjes vendore. Organizimi i bashkisë Këshilli Bashkiak është organ përfaqësues i komunitetit. Kryetari i bashkisë është organ ekzekutiv i Këshillit vendor, i dalë nga zgjedhjet vendore. Cilat janë detyrat kryesore të Këshillit të Bashkisë si përfaqësues vendimmarrës dhe mbikëqyrës të aktivitetit të bashkisë që kanë një jurisdiksion të vetë. Ka struktura drejtuese të Këshillit të Bashkisë janë kryetari i Këshillit të Bashkisë, zëvendës kryetar e Këshillit të Bashkisë që në faktin konkret në Këshillin e Bashkisë në Bovës është një nën kryetar, i cili sot nuk është prezente në nivelin e poshtë. Është kryesia e Këshillit të Bashkisë, konferenca e kryetare që në rastin konkret tek ne kemi 3 grupe, 3 subjekte elektorale të cilat në përbëjnë konferencën e kryetare, sekretari i Këshillit të Bashkisë, komisionet e Këshillit të Bashkisë si organe që shikojnë ose diskutojnë paraprakisht para mbledhjeve të Këshillit Bashkiake dhe nga punët e veprimtarisë të Këshillit të Bashkisë, grupet politike të Këshillit të Bashkisë. Në Këshillin e Bashkisë tonë kemi 3 grupe, sipas 3 subjekteve elektorale që kanë ngaruar në zgjedhjet e kaluara në Këshillin vendor, përbëra nga 3 parti, Partia Socialiste, Partia Demokratike, Partia Lëvizje Socialiste të Rim, po e katërt është në njëra si e ka partia nga ju bashkë? Se manë në parë. Dite katër tipo, që se vërdëtua se të dhe shkrim me bashkë. Cila është përbërja e Këshillit Bashkisë së Bovës? Këshilli Bashkisë së Bovës ka njësej 15 antarë të dalë nga 8 burra dhe 7 gra. Drejtuesit e Këshillit të Bashkisë. Kryetari i Këshillit është ai që është zoti Asik Batushë. Zëvendës kryetar zonja Gaje Shehu, e cila nuk do të thotë për arsye të saj. Në Këshillin përfaqësohen nga 3 forca politike, ato që shpjegua pak më lart. Komisionet e tërheshme të Këshillit Bashkisë që funksionojnë pothuajse Këshillit Bashkiake në bazë të zgjedhjeve, pas zgjedhjeve që konstituohet Këshilli i Bashkisë. Në këtë kohë, Këshilli i Bashkisë ka në përbërje 5 komisione të tërheshme të cilët funksionojnë gjatë gjithë 4 vjeçarit që ka mandatin Këshilli i Bashkisë dhe Këshilli vendor. Dhe komisioni i parë është Komisioni i Zhvillimit Ekonomik, Financës dhe i Takim Taksave. Komisioni i dytë është Komisioni i Kulturës, së Arsimit, i Sportit dhe i Turizmit. Komisioni i tretë është Komisioni Juridik, i Rendit, i Mbrojtjes dhe Emergjencave Civile, i Politikave Sociale dhe Barazisë Gjinore. Komisioni i katërt është Komisioni për Zhvillimin Urban, Ndërtimet, Shërbimet dhe Strehimit. Komisioni i pestë është Komisioni për Zhvillimin Bujqësor, Elektorale dhe Agrobiznesit. Tani janë komisionet të tërheshme në veprimtarinë e Këshillit të Bashkisë, të cilat si rregulloja e brojshme ka përcaktuar por rekordin zgjedhor para se të miratojë
organizatori të organizoj dhe të miratoj buxhetin ose rëndin e ditës, duhet kalojnë para praktikisht në komisionin përkatëse, pastaj të shqyrtohet në Mbledhjen e Këshillit të Bashkisë. Gjithsesi ne pak a shumë, sidomos për problemet financiare dhe miratimin e buxhetit, pothuajse e kemi zhvilluar rregullisht dhe Komisioni i Këshillit miraton rregulloren e brendshme të funksionimit të vetë, zgjedh kryetarin, zbën kryetarin e Këshillit, e emëron sekretarin e Këshillit Bashkisë. Dhe ky emërimi është sankcionuar me sa të punë gabim, sepse Këshilli Bashkiak e zgjedh në temë sekretarin e Këshillit Bashkisë, pas zgjedhjen e shumicës votë, pavarësisht që propozimet për zgjedhjen e sekretarit vijnë nga subjektet elektorale, por edhe nga përfaqësuesit politik ka brenda ose në një grup i caktuar i Këshillit Bashkisë. Pra nuk emërohet, por zgjidhet me të drejtë votet të fshehet në Këshillin e Bashkisë. Miraton numrin maksimal të punonjësve të Bashkisë dhe institucioneve e varëse të Bashkive. Miraton nivelin e pagave dhe të shpërblimeve të punonjësve, miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij gjatë kohës, miraton nivelin e taksave dhe tarifave vendore, të cilat bëjnë pothuajse vëdizësh nivel të ardhurash në territorin e Bashkisë, tra bashkive tonë, pra kjo është një kompetenca të përgjithshme të Këshillit Bashkiake në gjithë Republikën. Miraton akte themeluese, themelimit të ndërmarrjeve shoqërore, tregtare, të cilat ne e kemi themeluar e kemi konsoliduar për kohësh. Cilat janë kompetencat e Këshillit Bashkisë? Kompetencat të tjera të Këshillit Bashkisë janë mbron dhe garanton interesin publik. Miraton tjetërsimin dhe dhënien e përdorimit të pronave së tretë. Miraton normat standarde, kriteret për rregullimin dhe disiplinimin e funksionit. Vendos për dhënien ose deklarimin e mbarimit të mandatit të këshilltarit, organizon dhe mbikëqyr kontrollin e brendshëm të Bashkisë, vendos për simbolet e Bashkisë, për emërimet e rrugëve, sheshjeve, institucioneve dhe objekteve në jurisdiksionin e Bashkisë. Gjithashtu jep dhe titull nderit sipas propozimeve nga instancat përkatëse, konkretisht nga kjo Komisioni i Arsimit dhe Kulturës. Rregulloria e Këshillit të Bashkisë. Këshilli Bashkiak ka miratuar dhe funksionon në bazë të rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Bashkisë. Rregullores së marrëdhënieve të Këshillit të Bashkisë me publikun dhe me rregullora e sjelljes dhe pandalimit të konfliktit të interesave të këshillave të këshilltarit ose të këshillave të Bashkisë ose këshilltarit bashkiak në rastet kur sipas përcaktimit të kodit zgjedhor ka konflikt të interesit, mund të jenë dy persona në atë një familje ose grua ose vëllezër të bëjnë konflikt të interesit të cilë e shqyrton Këshilli Bashkiak në mbledhjen e radhës për të shqyrton dhënien e mandateve të këshilltarëve pas zgjedhjeve. Ankesa e mbretjeve, kërkesat peticioneve dhe instalimeve të situatave të ndryshme që mund paraqitet nga kryetarët e ndryshëm. Rregulloria e strukturave komunitare. Rregulloret janë publikuar në faqen e zyrtare të Këshillit të Bashkisë, pa gjitha si rregulloria dhe aktivitetet që në përgjithësi Këshilli Bashkiak krijoni pothuajse mbledhjet gjatë gjithë periudhës që ka bërë online, e ka ardhur, janë publike, ku çdo ka pasur aksesin e tij që mbledhjen e Këshillit të Bashkisë mund ta ndjekë nëpërmjet celularit të tij në çdo pozicion, në çdo vend ku jetë, dhe ke pasur unë për shkak kam pasur raste ku kemi drejtuar mbledhjen e Këshillit të Bashkisë, kemi trajtuar probleme të ndryshme, kemi pasur raste që njerëzit na puna ka më kanë marrë direkt në telefon gjatë periudhës që ne kemi zhvilluar mbledhjen, dhe pothuajse ne kemi bërë mbledhjet gjithmonë kemi bërë pothuajse të hapura të komunitetit. Këshilli Bashkiak në përmbusje të detyrimeve ligjore ka zgjedhur strukturat komunitare. Zonat rurale janë organizuar në dy njësi administrative. Ka ndërkohë 17 fshatra, duke përfshirë nga Dëshmisa në zonën e Zagorisë dhe në pravisin e zonës, pra janë 17 fshatra, të cilat në secilin fshat janë zgjedhur
Një zhjë kryetarë, njësire kryetarë të fshatëve, përveç kemi pasur një rast, besoj se të rast unik në territorin e bashkisë sonë në një nga fshatat nuk ka pasur mundësi të zgjedhë kryetarin e fshatit, fshatin e 2-3 banorë se në 4 banorë, por që ka përbërë një problem, dhe s'ke pasur një problem të zakoshur, sepse edhe zonën e Zagorias, po të se mbulohet në territor nga administratori i njësisë bashkë të zonës e Zagorias. Vendimarrja e rëndësishme të Këshillit, dokumenta strategjike ato që para përgatitur Këshilli Bashkiak, plani përgjithshëm vendor mirator në vendim të Këshillit Bashkisë numër datë për mirator diku para praktikisht në Këshillin e Bashkisë, planin e menaxhimit të mbetjeve, planin social vendor, planin e integritetit, planin të tjera që ai bëri në të gjitha ato para përgatitur dhe përgatitur mirator me vendim të Këshillit Bashkisë. Vendimarrja e Këshillit. Viti 2025 Këshilli Bashkik ka zhvilluar njësej 14 mbledhje, ka marrë 79 vendime, kryesisht në fushën e miratimit të buxhetit, përmirësimit të shërbimeve, çështjeve sociale, infrastrukturore, strehimin, arsimin, kulturën e problemet të tjera të cilat janë trajtuar gjatë këtyre 3 viteve të kaluara. Viti 2026 Këshilli Bashkisë deri në muajin qershor ka zhvilluar rregullisht mbledhje të zakonshme 6 muaj, por kemi pasur rasti që në mbledhje të jashtëzakonshme të diktuara natyrisht për ndryshime të ndryshme të buxhetit për arsye të ndryshme, ka marrë 34 vendime, kryesisht në fushën e miratimit të buxhetit, përmirësimit të shërbimeve, çështjeve sociale, infrastrukturore, strehimit, arsimit, kulturës e tjera. Cilat janë marrëdhëniet e Këshillit me komunitetin? Këshilli e ekzekutiv. Këshilli Bashkiak kujdeset për marrëdhëniet me komunitetin, transparenca dhe llogaridhënie, marrëdhëniet me ekzekutivin, pra marrëdhëniet midis Këshillit Bashkiak dhe administratës kryetarit të bashkisë, administratës së bashkisë, bashkëpunimi, mbështetja në këshillje, marrëdhëniet me institucionet qendrore, bashkimi dhe koordinimi i veprimtarisë së nëpërmjet pushtetive dhe Këshillit Bashkiak, cila është transparenca e Këshillit. Këshilli i Bashkisë në drejtim të transparencës transmeton direkt mbledhjet e Këshillit të Bashkisë në faqen e tij në Facebook, numri i ndjekësve e ose ka kaluar 1000 veta që kanë ndjekur ose mbledhjen direkt në u zhvilluar në mbledhje të radhës zakonisht. Për vendimet të relacionet shoqëruese, proces verbale të mbledhjes si dhe vendimet e Këshillit publikohen në faqen zyrtare të Këshillit. Ata njerëz që janë të interesuar mund përmjet Facebook-ut mund të verifikojnë, mund të shikojnë një pjesë e qytetarëve pothuajse në përgjithësi, se edhe sot në aktualisht në këtë takim, pavarësisht që ne e kemi bërë njoftimin për këtë takim, vetë takimi ose vetë për pjesëmarrja në këtë mbledhje që për mendimin tim do të ishte interesuar sepse njerëzit zakonisht vinë dhe trokasen në Këshillin e Bashkisë ose dhe në të kryetarin për ato probleme që duhet të trajtojë Këshilli i Bashkisë ose kryetari, dhe nuk janë në gjendje që të ndallojnë cili është roli dhe veprimtaria e Këshillit të Bashkisë dhe roli dhe veprimtaria e administratës së Bashkisë dhe kryetarit të Bashkisë, cilat kanë pavarësisht konstruktivitetit që ne kemi dhe marrëdhënieve shumë mira që kemi pasur midis administratës së Bashkisë, kryetarit aktual, por edhe pjesë ndërmuese të administratës së Bashkisë, qytetarët janë të interesuar për probleme të ndryshme i drejtojnë Këshillit të Bashkisë, ndoshta edhe me mendimin që diçka do të zgjidhin, por ne pothuajse kemi trajtuar në mbledhjet e Këshillit të Bashkisë gjithë ato ankesa të qytetarëve dhe në bashkëpunim edhe me kryetarët dhe administratët, pothuajse kemi arritur një kuptim të abërueshëm dhe pothuajse kemi zgjidhur një pjesë të procedurishme të atyre probleme që kanë mundësi të zgjidhjes.
Projekt vendimet e relacionet shoqëruese të tjera, të cilat patjetër këto janë të publikuara në faqen zyrtare të Këshillit. Në faqen zyrtare të Këshillit ka informacione mbi konsultime publike, veprimtarinë e komisioneve të Këshillit, informacione për këshilltarët, si dhe të dhëna të tjera të nevojshme. Veprimtaria e Këshillit të Bashkisë publikohet edhe në rrjetet sociale në Facebook, kondiqme ka kaluar e 300 presidente aty që komentojnë vendimet e marrë në Këshillin e Bashkisë. Pjesëmarrja qytetare. Pra qytetarët mund marrin pjesë në mbledhjen e Këshillit çdo kohë që dëshirojnë të jenë prezent, të dëgjojnë ose të shkojnë në vendimin e tyre. Në shumë raste ne përkuajse të mbledhjet kemi bërë vazhdimisht të hapura. Mund marrin pjesë në mbledhjet e komisioneve kur zhvillohen mbledhjet e komisionit, sidomos kur zhvillohet ku trajtohet problemi i buxhetit. Mund të ndiqnin direkt mbledhjen e Këshillit kudo ku ndodhen, mund të shprehin komentet e tyre gjatë zhvillimit të mbledhjes, mund marrin pjesë në çdo konsultim publik që organizon Këshilli dhe shprehin kërkesat e tyre, të cilat Këshilli i Bashkisë zakonisht ne i kemi zhvilluar ato dëgjesa publike, edhe pothuajse në mënyrë ritmike gjatë 2 vitit, por para se të miratohet ose të kaloj miratimin e buxhetit për vitin e ardhshëm, duke i marrë konsiderat gjitha vërejtjet, kërkesat dhe duke vënë rrugësinë brenda mundësive që ka dhe kapacitete ekonomike që ka dhe bashkia. Marrin pjesë në çdo aktivitet që mund të organizojë Këshilli i Bashkisë në bashkëpunim edhe me administratën e Bashkisë. Konsultimet publike me publikun. Vazhdimisht Këshilli organizon takime publike me grupet sociale, si dhe sondazhe dhe konsultime publike kryesisht për çështjet që parashikon ligji. Këshilli i Bashkisë Livorno ka zhvilluar konsultime publike me komunitetin civil. Në vitin 2025 janë realizuar 3 konsultime publike, konsultim publik për propagandën të shtetit pothuajse e përgjithshme e vitit 2027-29, pjesëmarrës njësej nga cilë burra e gra, rekomandimet, propozimet, pothuajse janë marrë konsiderat dhe janë pasqiruar dhe materiale pasardhëse që ka organizuar bashkia në Rinj. Drejtimi i kërkesave ndaj Këshillit. Në faqen e Këshillit ekziston një regjistër kërkesave, nisma dhe peticione. Mund të drejtoni Këshillit të Bashkisë direkt ose edhe me postë. Kërkesa, parkesa, bretjet e tjera, ju mund të ndërmerrni nisma për vendimarrje të Këshillit, mund të drejtoni Këshillit peticione për çështje që ju shqetësojnë ose interesojnë. Këshilli Bashkëtor ka marrë gjatë vitit 2025 20 kërkesa dhe ka dhënë zgjidhje përkatëse, të cilat rrugët e komunikimit me Këshillin. Këshilli ka krijuar mundësi komunikimi me komunitetin, duke shkruar direkt në Këshillit tek faqja zyrtare, nëpërmjet rrjeteve sociale ose Facebook, nëpërmjet telefonit, nëpërmjet emailit, nëpërmjet telefonave dhe emailit në çdo këshilltari, duke kontaktuar me sekretarin e Këshillit, duke dëgjuar me dërguar në postë adresën e Këshillit të Bashkisë Livorno. Monitorimi e veprimtarisë së ekzekutivit. Këshilli i Bashkisë ka të drejtë të bëjë monitorimin e veprimtarisë së ekzekutivit, përfshihet administrata e Bashkisë në përgjithësi në zbatim të detyrave të lëna nga Këshilli i Bashkisë ose në realizimin e buxhetit vjetor ose në ndryshimet e që paraqiten gjatë periudhës vjeçare. Monitorim veprimtarinë e ekzekutivit të Bashkisë gjatë vitit 2025-2026 janë shqyrtuar 5 raporte periodike për zbatimin e buxhetit, janë shqyrtuar raportet e strukturave të Bashkisë dhe institucioneve në varësi, janë marrë në analizë sektorë të ndryshëm sipas tematikës vjetore dhe planit ligjor që ka miratuar dhe ka trajtuar Këshilli i Bashkisë në vlerët e tij. Bashkitë dhe bashkëmirë. Këshilli i Bashkisë ka një rol të rëndësishëm në procesin e integrimit dhe duke garantuar mbështetjen e procesit të integrimit evropian në zbatim të standardeve të BE-s në nivel bashkie. Projektet të financuara nga BE-ja në vitin 2025 dhe vitin 2026, projektet të financuara
ka pasur 3 projekte të financuara nga Bashkimi Evropian. Tani I fondeve të fituara nga projektet e financuara nga BEI-a në vitet arrin në derën 319 milione 500 euro. Shqiptarët nevojat dhe forcimi I kapacitetit. Shqiptarët zgjidhen çdo 4 vjet dhe ata kanë nevojë për forcimin kapacitetesh me qëllim që të ruajnë rolin e tyre si përfaqësues të komunitetit. Drejtuesit e këshillit kanë nevojë për asistencë në funksionim e këshillit. Të vendimet jenë në përputhje me ligjet e interesat e qytetarëve. Strukturat e këshillit kanë nevojë të funksionojnë në zbatim të rregullarjeve të këshillit. Pra, mënyra e funksionimit të këshillit bashkëtor bazohet në rregullorin miratuar në fillim të çdo viti ose në fillim edhe të dalin strukturat e miratuara të këshillit bashkisë me bashkë me rregullorin dhe planin ose tematikën vjetore dhe planin njërë për çdo muaj. Mbështetja nga projektet e projekti I bashkisë porta nga procesin për furnizimin e rolit të këshilltarit, të bashkimit përmes ofrimit të asistencës dhe realizimit të trajtimit të këshilltarit. Komisionet dhe përvojse ne një nga përfaqësuesit të bashkimit porta kemi zotin Bertikasi që na shqepur posën e mbrapa që në çdo mbledhje përvojse kemi të pranishëm dhe ne përvojse kemi interesuar në lidhje me ti sepse natyrisht në përbërjen e tij Këshilli I Bashkisë ka dhe antarët të Këshillit Bashkisë janë të rinj, ka nevojë shpeshherë edhe për mbështetjen, edhe për suport, edhe për vetëm për të sqaruar shumë probleme të cilat në momentin e saktuar Këshilli Bashkiak mund ndodhin në një situatë jo të vdenjë ose jo të përshtatshme, në mënyrë që shqiptarët e rinj të fitojnë aftësitë e tyre për të përfaqësuar sa më komunitetin dhe subjektet elektorale në të cilat ata janë zgjedhur. Vendimarrjet në lidhje me financat vendore. Çështja e rëndësishme e vendimarrjeve janë ato që lidhen me financat e bashkisë. Këshilli I Bashkisë I diskuton, konsulton dhe miraton. Programi buxhetor afatmesëm për 3 vjet. Buxheti vjetor për vitin aktual, të cilët Këshilli Bashkiak përse ne e bën një ndërgjeshje si vlerësuar ligjisht për ta kaluar, por ne në këtë aspekt përse Këshilli I Bashkisë dhe Komisioni I Financave përse ka funksionuar në mënyrë të rregullt, duke qenë gjithmonë mbështetës ndaj organeve të ekzekutive për të paraqitur ose për ta përgatitur projekt buxhetit në mënyrë që të jetë sa më aktual dhe sa më I arritshëm në shërbim të komunitetit. Buxheti total për vitin 2026-2022 222.326.723 lekë. Kryesor të buxhetit janë pagat dhe sigurimet shoqërore, shërbimet publike dhe investimet, të cilat punën të mëta janë, ose janë dhe paraqitura me vlerë totale të buxhetit. Për vitin 2026 Këshilli I Bashkisë Vendore do të realizojë në një sër investimesh nga qeverisja qendrore. Ka si fond veçantë që qeverisja qendrore pothuajse e ka përcjellë nëpërmjet buxhetit vitit 2026. Objektet kryesore të cilat janë planifikuar të investojnë në vitin 2026 janë në poshtë është një tabelë, nuk e di e kemi paraqitur atje në faqen e asaj. Nuk besoj se janë shumë të interesuar apo ka mënyrë të interesuar ta shikojnë, nëse do të ta shohin ose të bëjnë dispozicion për mos ta lexuar me interesim, nëse doni, edhe mund të ja u shpjegoj. Cilën ne kemi bërë në pas me parë, pasi miratuar në vjetor të 2025-ës buxhetin për pagat dhe siguracionet të vitit kaluar, dhe si vjetë, bëm përgjojë një muaj për para, bëm dhe miratimin e buxhetit për investim, pasi bëm orë në vetë të financën e vetë analizën e vitit kaluar. Vendimarrjet e Komisionit jetë me qytetarët. Këshilli bashkëpunon me kryetarin e Bashkisë për planifikimin dhe realizimin e gjestimeve publike, që Komisioni jetë me qytetarët,
si rezultat i këtij bashkëpunimi në ndërmarrjet e Këshillit të Bashkisë Kanzor të mundur realizimin e shumë investimeve, një pjesë e cila janë në proces të sigurt zbatimit të tyre. Çështjet për diskutim çështjet janë për diskutim. Si vlerësoni ju rolin e Këshillit të Bashkisë dhe çfarë mund të përmirësohet? Kjo ju shpreh ju keni pranisht por da atyre që nuk janë sot pranisht. Ndikën dhe e Këshillit që transmetojnë lidhje, çfarë mendimi keni? A jeni në ndjenjë të publikimeve të Këshillit dhe ai shikoni ato, si mund të përmirësohet transparenca e veprimtarisë së Këshillit të Bashkisë, ai një këshilltar dhe si mund të përmirësohet kontakti me ta, a keni marrë pjesë në ndonjë takim konsultues që organizon Këshilli si dhe mund të rritet më tej pjesëmarrja e tyre në këto takime, a keni drejtuar në një kërkesë apo ankesë për Këshillin, si mendoni që mund të përmirësohet komunikimi i Këshillit me qytetarët për çështjet konkrete që i shqetësojnë. Për çfarë komunikohet me Këshillin dhe për çfarë çështjes me administratën? Çfarë mund të bëjë më shumë dhe më mirë Këshilli për përmirësimin e qeverisjes vendore? Pra ndjehuni të lirë për të dhënë rekomandimet dhe çfarë do fushë ju të veprimtarisë të Bashkisë, qoftë të Këshillit Bashkiak, po dhe veprimtarisë të administratës së Bashkisë. Ju u falenderoj për zgjuarjen tuaj. Këtu në këtë material pothuajse një pjesë e mirë e tyre ka të bëjë me jetën dhe veprimtarinë e Këshillit Bashkisë. Këshilli Bashkisë ne faktikisht se cila është performanca e anëtarëve të Këshillit Bashkisë dhe ca pyetje që i drejtojnë auditorëve ose i drejtojnë komitetit janë që ai është një këshilltar. A si komunikojnë këshilltarët me komitetin? Në jetën dhe veprimtarinë time të veçare dhe dim të Këshillit Bashkisë, shpeshherë edhe në mbledhjet tona që ne kemi pasur me Këshillin, unë vetë si kryetar, si përfaqësues i këshilltarëve, jam munduar që këshilltarët jo populli ta njohë këshilltarin, po këshilltari duhet ta njohë komunitetin. Këshilltari duhet të jetë më aktiv, duhet të jetë më i ndjeshëm ndaj problemeve të qytetarit, duhet të jetë më i ndjeshëm ndaj atyre festimeve që Këshilli Administrata e Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak miraton në mbledhjet e zakonshme të tilla. Se mënyra se si qasin këshilltarë ose angazhojnë këshilltarët në komunitetin e bën më ndryshe performancën dhe njohjen e Këshillit me komunitetin, me njerëzit. Me ata të cilët shpesh komuniteti ka shpresën dhe besim se do të përfaqësohen në mbledhjen e Këshillit Bashkisë. Në këtë pjesë unë si drejtues i Këshillit Bashkisë, por dhe si me eksperiencë ime gjatë që kam pasur në përfaqësimin në pushtetin vendor, mendimi im është që këshilltarët kanë nevojë, sidomos në ndryshimi i përbërjes së këshilltarit. Ka ca gjëra që shpeshherë komuniteti i përshpërit për tavolinat e vogla të tyre, po ku vjen puna për të komunikuar ose për të debatuar me këshilltarët, pjesëmarrja e tyre dhe aktivizimi i tyre me këtë pjesë është shumë e vogël. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me këshilltarët, kjo ka të bëjë edhe me transparencën e Këshillit të Bashkisë. Edhe me këshilltarët që janë anëtarë të Këshillit të Bashkisë që sa të futur, sa të angazhuar janë me gjithë hallet e problemet e Këshillit e komunitetit. Pra performanca e Këshillit të Bashkisë nuk ka të bëjë vetëm me këtë, se një pjesë e mirë e komunitetit nuk e ndjek mbledhjen e ndaj. Pse shpeshherë të varur ose të ndjekur dhe pas probleme dhe hallet e tyre nuk janë në gjendje se nuk e ndjekin dot vetëm Këshillin e Bashkisë, ku ngecin tek një problem të tyre individual, atëherë kujtojnë që ka një Këshill Bashkisë. Pa, kujtojnë sepse dhe këshilltarët janë shumë indiferent. Dhe u shpeshherë këshilltarëve u kam lënë urrëtien edhe kam dashur që t'i aktivizoj edhe një pjesë tek problemet e vendimarrja në Këshillin e Bashkisë, sidomos për buxhetin, ose për probleme të ndryshme që ka të bëjë me jetën dhe veprimtarinë edhe të Këshillit të Bashkisë qytetar, por edhe të komunitetit. Unë nëse nuk dua edhe t'ju mërzisë dhe t'ju vëzdisë dhe t'ju diktoj në një fjalë nga mia, unë jam i predispozuar që t'ju dëgjoj me vëmendje juve të gjithëve
për të dhënë ndoshta edhe mendimin tuaj aktualisht, sepse gjithë ato që mund të themi ne dhe mund të shprehim ne, i dim ashtu siç i dini ju, ose njerëzit në bazë në komunitet, dhe pres çdo sugjerim, çdo mendim, çdo kritik, në mënyrë që edhe Këshilli i Bashkisë ta përmirësojë sa mundet të jetë veprimtari teknik. Faleminderit të ju. Unë pres. Kush ka pyetje, kush ka një qartësi, kush ka një mendim, çfarë nuk shkon mirë, se jeta nuk është perfekcion, edhe drejtimi i Këshillit nuk është perfekcion, dhe shqiptarët nuk janë perfekcion. Prandaj më pres në gjitha mendimet tuaja. Kryetar do të thotë se Këshilli është munduar në gjithmonë të jetë konstruktiv në lidhje me procesin e administratës bashkisë në Shqipëri. Shumë gjëra që janë diskutohen edhe pjesa e informimit të komunitetit. Kanë qenë ato mënyra dhe komunikimit qoftë me faqen e komunitive, qoftë me e munduar gjatë kësaj pune, unë doja të falenderoja për këtë kohë, këtë periudhë bashkëpunimi që kemi pasur me Unitetin. Mua ka qenë eksperienca e parë në drejtimin e administratës, dhe çdo herë njeriu mëson, qoftë edhe nga puna, qoftë edhe nga eksperiencat e tjera, qoftë edhe nga gabimet që kanë përshtatshëm gjatë punës. Njerëzit që punojnë normalisht që edhe gabojnë, por e rëndësishme është që njeriu të kuptojë. E rëndësishme është që gabimi të koncept me qëllim. Dhe për to, keni patur nevojë ne si administratë, unë si drejtues i administratës, kam patur nevojë për mbështetjen tuaj, kam patur nevojë edhe për zërin dhe fjalën e vjetarëve. Janë vërtet fjalët, se njëherë më shpejtë merr vesh i Zotit shtëpisë se çfarë ndodh më vonë merr vesh i Zotit shtëpisë se çfarë ndodh në shtëpi. Se s'ka nga njerëzit që akumshiua, njerëzit që janë jashtë shtëpisë. Kjo e njëherë të fajt tonë, fajt për shkak të punës të klaseve, ose partnerësive që mund të kesh në kryerjen e detyrës. Por për asnjë moment nuk kam dashur ta transmetoj edhe tek pjesa e stafit. Ne këtu jemi për të shërbyer, jemi për të shërbyer njerëzve, nuk jemi për të treguar njerëzve se kush jemi ne, sa forcë kemi ne te ai komunitet, por këtë forcë e kemi marrë nga ky komunitet. Komuniteti na ka votuar, na ka besuar, që ne të drejtojmë. Mbase jo për të bërë jetën më të lumtur njerëzve, por për të kontribuar që jeta atyre të bëhet më e lumtur. Sa ne ja kemi arritur, ose sa kemi kohë akoma për t'ja arritur, njerëzit e komunitetit, ndoshta nuk ta thot drejt për drejt, por vjen momenti sepse populli njeriu është aq i zgjuar sa që të godet atë kur nuk e pret. Kam dashur gjithë kohën që të jem afër me njerëzit, afër me komunitetin, qoftë unë si drejtues, qoftë edhe administratës. Ndaj kam kërkuar dhe për të jam falënderues për punën e mbështetjen e rëndësishme. Për të kaluar gjithë ato ndryshë dhe problematika që kemi pasur gjatë punës. Për atë parë kam dashur dhe dua që transparenca të ishte në maksimum. Dhe ndihmarja të jetë që t'i shërbej çdo kujt, çdo njeri, qoftë ata që na kanë votuar, qoftë ata që s'na kanë votuar. Sepse të tu jemi në moment që t'i shërbejmë çdo njeri.
i shërbej çdo qytetar, ndoshta jashtë kësaj pune mund t'i duam, mund të mos t'i duam, mund të kemi probleme, konflikte në mes, por brenda punës jemi për të shërbyer komunitetit dhe për të sjellë ato çfarë nevojë komuniteti. Çka në vend në re, me thënë, nuk është se e kemi, të gjithë e kemi, me thënë, e kemi vëre dhe është në duke që edhe Këshilli Bashkiak është një parlament. Është një parlament, ku gjithë kanë të drejtën e tyre, pjesa që thej që a njihet komuniteti me këshilltarët dhe ju. Unë që në momentet e para e kam parë, por sistemi ky është, nëse do duhet një sugjerim për të ndryshuar diçka, do të mendoja që edhe këshilltarët mos jenë të fshehur te ato lista të mbyllura që flasim, që diskutojmë, sepse njerëzit duhet që nëse të flasin drejt për drejt dhe hapur me këshilltarët. Këshilltari është një deputet i një zone. Shpeshherë jemi paragjykuar për shkak të përzgjedhjeve dhe themi që edhe shumë fshatra janë të papërfaqësuar, por për të ju siguroj që dhe kudo që kam rënë në bisedë dhe më është bërë prezent kjo, i kam siguruar se gjithë këshilltarët janë aty për të çuar problemet, shqetësimet, qoftë edhe ati fshatit që kanë ngelur pak krye plak, mund të jetë me 3 ose 4 familje, ka ardhur shqetësimi i atyre nga goja juaj tek ne për gjithë problematikat që nuk funksionojnë. Çdo e thash më thënë në çdo administrat, puna nuk është bërë, përderisa kemi planuar që të shërbejmë, parë i shërbejmë familjeve tona, të respektojmë familjet tona, dhe duke respektuar vetën tonë, familjen tonë, dhe respektojmë edhe ata që na kanë votuar. Nëse duam të respektojmë një njeri, ose duam të respektojmë qoftë edhe një forcë politike që ne jemi, të gjithë së bashku, nëse vërtet duam ta shprehim dhe t'ia themi këtë respekt, respekti bëhet jo vetëm me fjalë, por bëhet duke mos i shtuar barë atij që punon, duke vazhduar, duke kontribuar për t'ia lehtësuar barën njerëzve. Arrin në një moment qoftë edhe ne si administrat kemi ato problemet tona, kemi ato shqetësimet tona. Ndonjëherë edhe ne nuk jemi të qartë tek pjesa e si funksionon diçka apo si. Kjo do të jetë që e kam kërkuar dhe e kërkoj vazhdimisht në takimet që kam qenë me ministrin e pushtetit lokal dhe me kryeministrin. E kam çuar zëri dhe kam thënë që çdo staf në administrat ka nevojë për trajnim. Por çdo staf që punon në administrat ka nevojë që të di kompetencat, të di profilin e punës së tij. Se e thash dhe më lartë, tu jemi për të shërbyer njerëzve, e nuk jemi për të thënë se kush jam unë, kush je ti, kush është tjetri, kush është tjetri. Ne nuk jemi këtu se kemi fatet e njerëzve në duar, jemi këtu se na kanë besuar të shërbejmë dhe të vazhdojmë të shërbejmë. Njerëzit kanë nevojë qoftë me ne që jemi, qoftë pa ne, kërkesat janë njësoj. Njerëzit kanë nevojë për ujë, kanë nevojë për drita, kanë nevojë për infrastrukturë, kanë nevojë për mbështetje, dhe këto nuk bëhen thjesht vetëm me duke kërkuar, duke i evidentuar, dhe duke i prekur pak nga pak. Dhe jemi si puna një mjeku që kojmë të gjenë diagnozën në momentin e dur, dhe djavim ilaqën e dur, që të mbyllet dhe prap. Falenderoj që janë prap për juve, që më keni mbështetur, jo vetëm mua,
kemi quar zëri së bashku edhe në pjesën e diskutimit të ndajes e reformës territoriale. Kemi quar zëri, kush më shumë, kush më pak, çdo kush qoftë institucionalisht, qoftë individualisht. Dhe them një falenderim të madh që kemi quar zëri për të bashki, për Liborovën, dhe që në fillim e kam thënë që jemi shumë pak për të bërë më pak akoma. Ky është një nga rastet që duhet mbështesim një tjetrin, iniciativat e tyre, dhe të japim dorë njerëzve, qoftë me ide, qoftë me mbështetje, qoftë me vetofrim tek, qoftë me asistencë, gjë që e kam parë tek pjesa juaj e Këshillit, nuk dua të bëj elogje askujt, po them që pjesa e Komisionit Ekonomisë, qoftë edhe e Komisionit që ndjek, sepse bashkia duam apo s'duam, nevojat e fermerëve janë ata që mbajnë gjallë edhe jetën tu, sepse Komisionit Familje dhe tjera, dhe çfarë kemi kërkuar të thjesht vetëm që të jemi pranë njerëzve me ato mundësi që kemi. Njerëzit prandaj kanë kërkuar dhe kërkojnë gjithmonë transparencën, sepse njerëzit duhet dinë edhe detyrimet që ne kemi ndaj komunitetit, por edhe komuniteti duhet dinë detyrimet që ka arshi të gjithës së bashku. Ajo që nuk është tinja, është e gjithë, dhe ajo që është e gjithë është tinja pra. Pjesi për alë fjallën diskutuese dhe tjerë, unë përsëri po them nëse ishte diçka që duhesh të rekomanduesh edhe në fund, duhet që këshillat anëtarët e këshillit duhet të jenë me votë hapur siç kanë qenë një herë. Duhet të jenë me votë hapur, pagon të njeriu ditë zgjedhje aty ku ka besim, aty do të kërkojë llogarinë së tek. Siç po flasin ato njerëzit po e shikojmë dhe po flasin veç kur vjen po fushatash apo ku. Se ne njerëzit jetojmë gjatë gjithë kohës. Njerëzit për neve nuk duhen një ditë, sa ne për ata duhet një për ditë. Faleminderit kryetar. Kam një mendim në kryetarit besim, në forcën e kësaj të eksperjenca në të mëvonë, se edhe si sekretari Këshillit të Bashkisë Shqiptare, por edhe si një ndër njerëzit që përvojse me gjithë sakrificën tënde dhe me paraqitjen time të Evropë për ta paraqitur Libor dhe gjitha ato librat që ti ke paraqitur dhe përvojse ke evidentuar totalisht Libor, për të cilën gjithë Libor vitet, por edhe Këshilli i Bashkisë është me njohës të gjitha të kontribut që ti ke dhënë të pjesë dhe meriton vërtet një mbështetje të punë dhe ne presim edhe sugjerimet tuaja në përgjithësi edhe për mundërinë e organizimit dhe të funksionimit të Këshillit të Bashkisë, sepse në vetvete Këshilli Bashkia këtu pak e ka, e kemi po thosë është monitoruesi i gjithë aktivitetit të administratës së Bashkisë, e cila është zbatuesja e vendimeve të Këshillit të Bashkisë. Pra dhe taksimisht është përcaktuar në kodin e zgjedhjeve gjithë pronat që janë në jurisdiksion e territorit Bashkisë Livorës, janë pronë e Këshillit të Bashkisë, të cila i jep me pra administrim kryetarit të zgjedhur nga Këshilli i Bashkisë me administratën që ja ka vënë një drejtë e për ta zgjedhur. Dhe litë thuhet që këtë të drejtë nuk mund t'ja delegoj askush tjetër. Këshilli i Bashkisë është monitoruesi, është kontrolluesi, është ai që e mirakon vendimet, por njëkohësisht kërkon dhe
ndjek tëra zbatimet e atyre vendimeve që merr në mënyrë të përmirësimit të jetës dhe shërbimit ndaj qytetarëve si për folja pak më shumë, po vetë është fjala e shpëtirë. Ndërë faleminderit për ftesën që ka bërë në takim. Nuk e përjashtuar pjesë në diskutimet që bërë Jasimi, sepse ne jemi shumë të vjetë dhe nuk ka nevojë që të prezentojmë njëri tjetrin. Janë medje që kanë nevojë të promovohen, janë takime që duhen me gjithmonë duhet të dhënë sensi i zhurmës në kuptimin e mirë të fjalës. Pse? Duke krahasuar kohën që neve kemi punuar në këshillë, sepse unë kam qenë vitin 1983, jam marrë pushtetin e dorë, edhe kam kaluar nga detyra në detyrë, e tjera tjera, sot është një mus, nga shkosh këshillë bashkia kështu. Edhe kjo farë bebrikasit, shoku tonë, po gjithsesi do të rishtë ndjekësh një mbledhje këshilli dhe duke mos qenë pjesëtar në të, në to që pje prapë pjesëtar i kësaj, sepse po ndjek aktivitetin e këshillit online. Por ajo që është me rëndësishme është kjo që çdo të thotë që të jetë të kesh një këshill bashkie funksionale. Se vërtet je këshilltar, por nuk është privilegj, por është detyrim që të jesh antar këshilli. Domethënë, pavarësisht se cili krau je njëjtë krau i krau tjetër, janë në funksion të komunitetit. Dhe duhet të jesh në shërbim të komunitetit. E para kjo. Ndërsa e dyta është vendimet që merr këshilli bashkiak. Një këshill bashkiak gjatë një viti ose gjatë një kohë të caktuar mund të marrë shumë vendime, por sasia e vendimeve nuk është kryesorja. Kryesorja është cilësia e vendimeve që merret. Sa këto vendime janë në shërbim të komunitetit. Pra, ky vendim që ka shërbim bashkiak është në shërbim të komunitetit dhe a është zbatuar ky vendim që të shërbejë komunitetit. Sikurse shumë bashkë të tjera, por i bëva ka specifik në vetë, ka problematika jashtë dhe jashtëzakonshme që kërkojnë zgjidhje. E para njerë jemi në periudhën e reformës administrative dhe bëhet edhe zhurmë, bëhet edhe këmbgulje ka që nuk jetë bashkia, s'do jetë bashkia tjera, por kushdo qoftë e sido që të jetë, se cili do të mbledhet më ne, i bëva do të jetë, jo pse e kemë dëshirën, po sepse e kërkon vendi, e kërkon historia, e kërkon koha, e kërkon vetë territori këtu që Libova duhet të jetë një bashkim në funksion të komunitetit. Pavarësisht nga numrit banorëve që ka. Ka 2.000 banorë, ka 3.000 banorë, shembujt e Evropa i ka. Ne e kemi dhënë shembujt. Unë kam përgatitur materialin për të punë me kryetarin dhe besoj se afër një ky material do të jetë gati. Ku jemi të gjitha argumentet pse Libova duhet të jetë bashki. Por, ajo që është e rëndësishme është që ne duhet të krijojmë shërbimet, të lehtësojmë shërbimet në karshi komunitetit. Janë shumë shërbime që populli kërkojnë që të kryejë këtu, ne të marrim për shembull marrim program. Shumë qytetarë vënë Gjirokastër. Ka mundësi që diçka që të krijohet një strukturë këtu që unë mos vetëm tek në terren e Gjirokastër, po të krijohet një strukturë ndoshta brenda bashkisë, jashtë bashkisë, nuk di se si do të jetë, po që unë mos vetëm Gjirokastër, po të krijoj shërbime këtu. Ose mund të bëhet këto, është e lehtë të bëhet apo jo. Është e thjeshtë që mund të bëhet. Problemi tjetër ka të bëjë me le të flasim për arsimin. Neve kemi specifikat tona, kemi problemet tona, kemi lartësim që është për janë pretendimet e prindërve tjera, por për arsimin Libova, atë që ka patur duhet të shperë dhe vëndë ku ka qënë. Pavarësisht numrit të nxësësve, përpjekjet duhet të bëhen, neve kemi bërë përpjekje, nuk na është dëgjuar zëri për të punë dhe unë e rritëm përsëri këtë, Libova duhet të ketë arsimin e saj të mesët të shkëputur. Qoftë e mix në këtë kuptim. Në të ketë gjimnaz, së bashku me një shkollë profesionale, por që të kryon lehtësit
komunitetit këtu që të vinë këtu, sepse godina është, infrastruktura është, shkolla është, etc. Shteti vetëm të financojë me një numër saktuar bursash, në mënyrën e të librovës e kryen mundësia që ajo e kam fjalën për gjithë komunitetin e Bashkisë Lipova, të kryen mundësit që fëmijët të arsimojnë këtu. Për sa i përket anës ekonomike, është domosdoshmëri që unë kam folur edhe tjetër, edhe në punë kur kam qenë këtu në bashki, po edhe gjë kur kam qenë, statistika është domosdoshmëri. Pa statistikë nuk mund të ketë, s'mund të flasë pa statistikë. Pra, nuk e di se bashkia e ka, se ka statistikën, qoftë për numrin e popullsisë, për gjithë tregus social-ekonomik. Edhe ata që janë biznesi quhet, edhe ata ka statistikën e tyre. Numrin e aktive, prodhimet bujësore e të tjera të tjera. Pra, të njëjtën duhet ta ketë edhe Këshilli Bashkiak. Duhet dim se ku jemi dhe ku do të vemi. Çfarë masa do të merret në mënyrë që edhe financimi të jetë i tillë, domethënë që të godasit e ku do të jetë. Janë një sër problemesh që mund të zgjidhen. Lipova ka specifikën e vetë që sa njëri ka mund, ka këshilltar, i ka me përvojë. Me përvojë në këtu, tim se ka kaluar rrata të ndryshme pushtetit, ne kemi krenari këtu, edhe Asimi që është, edhe antar tjerë të këshillit që i ka kaluar dhe i njohin mirë pushtetin vendor. Domethënë flasim si këshilltar, flasim në shërbim në interes të komunitetit. Domethënë edhe niveli këshilltar kështu duhet të parë. Neve atëherë nuk ishim jurist, edhe unë detyrosha kur ishte në rolin e Rahimit Gjersot, detyrosha që të bëj edhe rolin e juristit, përgatitur materiale të lara juridike. Sot ka jurist. Ne s'kishim jurist atëherë. Por ajo që është më e rëndësishme është që këshilltarët duhet janë aktiv në mendimmarrjen e tyre dhe duhet ajo që tha që kualifikimi duhet jetë i tillë në mënyrë që ai nuk kushton një këshilltar duhet jetë jurist domosdoshmë, por duhet një këshilltari para ditë para se të vinë mbledhje, të di se përse do flas. Në mënyrë që po të ngrej dorën për një vendim, ta ngrej dorën me ndërgjegjje dhe domosdoshmë me bindje që ky vendim duhet marrë ose jo, që duhet të shërbejë. Neve me aq mundësi sa kemi dhe me sa forcë do kemi, sa herë që të kemi nevojë, neve do na kemi në krah, kështu që edhe njëri faleminderit dhe uroj sukses. Faleminderit. Po, hajde. Tani të marrësh fjalën pas Besnikut në një diskutim të tillë është përgjegjësi sepse duhet të përpiqesh shumë ta mbash nivelin e bisedës. Besnik jam i qëndroj atyre fjalëve që Asimi i tha në mënyrë individuale për ty, pavarësisht por unë kam bërë një kritikë dhe po e bëj prapë për ty. Zgjerohu që po s'u bë thjesht e vetëm qytetar Lipovit. Ka nevojë kjo bashki edhe për shkelje të territorit që më tutje. Nga ana tënde domosdoshmë sepse janë gjëra që ngelen vërtet dhe janë me vlerë. Drejt. Tani të futemi çik në tërë, sot takimi është për të dhënë një informacion mbi performancën e Këshillit Bashkiak në këtë periudhë që ne kemi qenë si antar Këshillit. Dhe duke parë edhe pjesëmarrjen këtu, unë shoh që këtu kemi pjesëtar nga komuniteti i pensionistëve, por se ti nuk je i pensionuar akoma, por që dhe vërtet do doja Besnik që të na jep edhe një mendim se sa vlerë dhe sa e të vlerëshëm janë vendimet që Këshilli ka marrë. Sepse ata që vërtet e ndjejnë është, ose qëllimi jonë është që kur ai vendim shkon deri në fund dhe perceptohet edhe nga komuniteti. Dhe këtë gjë ne sinqerisht duam edhe një mendim. Këtu kemi nga komuniteti i arsimit që ne dashje pa dashje vetë ligji apo të gjitha gjërat ne jemi të ndërlidhur me njëri tjetrin. Për të cilët parsëri do doja një, duke qenë që kujtuash edhe këshilltar, por edhe si drejtues arsimor,
vendimarrja e Këshillit ka të bëjë shumë në zhvillimin e procesit të mësimdhënies. Jo për sa i përket cilësisë, por për sa i përket mbarvajtjes apo aktivitetit. Këtu shoh tjetër që kemi përfaqësues nga sektori bujqësisë, që me të vërtetë doja të futeshim vërtet tek gjykimi që mund të bëjë Këshilli për vendimet që ka marrë. Aq më tepër kemi pjesëtar nga administrata e bashkisë, që unë mendoj që sot është ora e tyre, sepse kemi 3 vjet që i gjykojmë dhe i paragjykojmë kryetar për cilësinë e punës. Erdhi ora të na kthehen mbrapsht. Gjëra. Pra, hajde të bëjmë një diskutim se si mund të mirë funksionojë akoma më mirë Këshilli. Ne jemi munduar që të gjitha diskutimet, të gjitha vendimarrjet që kemi bërë me një diskutim të gjerë dhe të hapur. Nuk jemi një këshill që siç të na vi raporti nga administrata apo projekt vendimi ta kalojmë automatikisht, po e kemi diskutuar me përgjegjësi të plotë. Unë kështu mendoj. Dhe besoj se Këshilli këtë ka për detyrë. Këshilli nuk është organ ekzekutues, është organ vendimarrës. Po është organ vendimarrës në bashkëpunim me institucionin e ekzekutivit, që është bashkia. Pra strategjitë e zhvillimit, kur do herë i bën ekzekutivi, që i bën bashkia, ose administrata e bashkisë. Në moment që ato kthehen pasaj në vendim e Këshillit, Këshilli thjesht është i destinuar që të kontrollojë zbatimin e atij vendimi që merr vetë. Prandaj unë doja të falenderoj apo doja që diskutimi thjesht ta bënim në këtë prizëm, duke qëndruar edhe pak aktivitetit të Këshillit. Faleminderit. Po. Shëndetje. Unë quhem Endret Kopeci, jam mësuese e gjuhës shqipe në shkollën nëntëvjeçare në Kravisht, por ju gati në vitin e 10 të punës aty dhe jam mësuese prej 38 vitesh në arsim. Faleminderit për ftesën e hapur për të ndarë me ju mendime, ide, propozime, shqetësime. Ju falenderoj për punën tuaj si bashki, Këshill Bashkiak, administratës e bashkisë. Doja të ndaja me ju të prezantoja një shqetësim në lidhje me arsimin, me që ne jemi në shtator, ka ndryshime në kurrikulat nga klasa e parë e 6 dhe viti i 10, dhe në vendimet e Këshillit Bashkiak do të doja që ju të kishit parasysh, duke futur në epokën digjitale, për disa mjete që ne na nevojiten për një mësimdhënie më të mirë dhe më me rezultat, si do të ishte një videoprojektor, do një laptop për nxënësit, sepse si qëtash klasa e parë, e 6 dhe klasa e 10 kanë një kurrikull të re në shtatorin vitit 2026. Mendoj që materiali me vëmendje, ju falenderoj për punën qoftë administrata apo sekretar kush e ka bërë, po si mësuese gjuhë të bëj një propozim të vogël, ose një shqetësim të vogël, që të tregohet më tepër kujdes me drejt shkrimin dhe, domethënë, të jeni të hapur në ato që mund të keni vështirësi dhe në paraqitjen e materialit, sepse në çdo administrat, jo vetëm këtu në Bashkinë Gjirokastra, por në të gjitha kur materiali do paraqitet në faqet zyrtare, të jetë sa më sakt nga ana kryesore. Pavarësisht se ishte i prezantuar bukur, i shkruar bukur, diku mund të kishte edhe ndonjë gabim drejt shkrimit. Faleminderit. Ja i minutë. Rezultat. Ndërkohë kryetar ndërkohë presidentës. Ky është një takim i hapur me komunitetin. Dëshiroj dhe shpresoj që të kemi takime të tjera të erësishme. Për gjithë ajo pasqyra e punës tonë e Këshillit Bashkiak dhe administratës për e marrë dhe mendimet e komunitetit të përmirësohet.
njësisht të gjitha propozimet dhe sugjerimet që komuniteti punesh në aktivitetin të merret parasysh, dhe gjithmonë në drejtim të përmirësimit të punës tonë. Bashkia është, të themi, mënyrë konceptimi është shtëpia jonë dhe gjithë bashkë jemi kujdesur, qoftë nga ana e këshillit apo dhe nga ana e administratës, sipas ligjeve të fuqi. Kujdesemi që kjo shtëpi të jetë domethënë e performuar në mënyrën më të mirë nga ana jonë dhe sa më funksionale. Prandaj gjatë gjithë periudhës kur ne kemi realizuar veprimtarinë si këshilltar, qoftë përmes diskutimeve tona të lira apo edhe përmes debateve, kemi synuar gjithmonë që ta përmirësojmë dhe ta bëjmë këtë shtëpi sa më funksionale dhe sa të jetë e mundur të shërbejmë komunitetit në të gjitha drejtimet. Unë do të ndalesha në 3 pika kryesore, probleme ka salvuar dhe do ketë, prandaj ne jemi këtu. Do doja të ndalesha në 3 probleme kryesore, një nga ato që nëse për fakt dhe kryetari, zgjedhja e këshilltarit jetë e hapur. Këtë të sfarët nga ne, nëse ndryshimi do të ketë në këto ligje zgjedhore, këtë do të ishte një gjë shumë e mirë e mundshme, pasi në shumë raste, themi ne një kaleur popullore, punës do t'i gjesh njeriu, dhe njeriu t'i gjesh punë. E mira kështu është që nëse do të ishte e mundur që zgjedhja e këshilltarit ishte e hapur, sensibiliteti i komunitetit do ishte më i madh. Ne kemi nevoja në fusha të ndryshme për specialist nga më të ndryshmi. Kemi për specialist bujqësie, për specialist për shumë në fushën elektriku, për specialist në fushën ekonomisë, apo dhe në shumë fusha të tjera, ku komuniteti ynë ka aktivitet dhe do të jetë i përfaqësuar. Kjo shpresoj të di, në të ardhmen si do të realizohet, ajo si të bëhet shumë me deputet të bësh dhe me këshill do ishte diçka e mirë dhe pa ofenduar askënd do të mos bëhet një zgjedhje a priori. Në fundit, ai këshilltar që është i votuar dhe ajo drejtë e komunitetit të vendosur atë këshilltar që ata mendojnë se është i aftë profesionist, ta përfaqësojnë me mendimin e tyre dhe të ofrojë dhe zgjidhje, mendoj unë. Kështu që edhe përveç se kësaj që t'jetë e hapur, por edhe këshilltari kërkon një nivel arsimor të caktuar, pa ofenduar askënd se ligji nuk përjashton askënd, po në fundit si përfaqësosh një komunitet, duhet të ketë paktën një kulturë të përgjithshme arsimore mbi nivelin mesatar, të njohësh problemet, po të japësh edhe mendime për zgjidhjen e tyre. Kështu që ndoshta kjo do jetë një sfidë në të ardhmen. Mendimi tim ishte që do të përmirësonte shumë gjëra. Jemi në kohën kur diskutohet reforma territoriale. Për shumë e rëndësishme, e thash dhe në fillim bashkia shtëpia jonë, kuptohet që nëse shtëpinë e kemi shumë larg, nuk i shërbejmë dot ashtu siç duhet dhe nuk na shërben dot ashtu siç duhet. Prandaj unë do të shikoja që ekzistencën e bashkisë tonë, pasi nuk jetë vërtet një nga pikpamja e planorëve, nga pikpamja e resurseve, apo edhe nga pikpamja e të ardhurave, mund të thotë një bashki e vogël, pas këtyre që shpjegojnë dhe konceptojnë, po nga pikpamja e shërbimit për qytetar, për ne është shumë e rëndësishme, pasi është një bashki e cila ka një territor gjeografik shumë të madh, njëkohësisht edhe një territor të vështirë, që ka dhe një infrastrukturë e cila është në proces dhe e cila kërkon punë, po dhe një infrastrukturë jo lehtësisht e akomodueshme për shumë probleme që ka ky komunitet. Prandaj, siç e kemi thënë në ato mbledhjet tona, lobimi, bashkëpunimi e tjera, shpresojmë që
Në aspektin final, të bëjtë mundur që Bashkia Liboho, për gjitha ato arsye që i tha dhe profesor Besniku dhe tjera cilat ne i thamë dhe komiteti i mendon, ekzistenca e bashkisë tonë do bënte që gjitha ato investime, gjitha ato punë të mira që ne kemi bërë dhe që kemi në mendje për të realizuar, do të ishte më e mundshme të realizoheshin nëse bashkia do të ekzistonte dhe mendoj se do të ishte vështirë pastaj me këto delegimet pranë birokastës e tjera me radhë, siç ka qenë të kaluar, vështirësitë kanë qenë panëmundare. Një pikë tjetër që edhe komuniteti e prek, edhe bashkia e ka problem dhe ne si këshill ka të bëjë me autonominë lokale. Në zgjerimi e autonomisë lokale, ne duam të punojmë dhe të bëjmë shumë gjëra, po në shumë raste pavarësisht e shërbimet e qytetarëve i afrojnë në territorin tonë, ne nuk kemi drejtën ligjore ose ligji, për shembull nuk e një pronar këshilli bashkiak apo bashki për të marrë vendime, për të ekzekutuar vendime në ndihmë të qytetarëve, sidomos do thosha unë edhe më tepër shërbimet që kanë të bëjnë me bujqësinë dhe betorin, të cilat janë dy nga fushat kryesore ku komiteti jonë ka aktivitetin e tij kryesor dhe këtu ku mbështetet jeta dhe mirëqenia e njerëzve. Ka shërbime të cilat janë shpeshherë këto të deleguara nga drejtoria apo si njësi që kanë mbetur pranë birokastës. Janë gjëra të cilat janë esenciale për komunitetin, por ne domethënë gjithmonë në shumë raste mbetemi në kuadrin e konstatimeve të diskutimeve duke mos pasur mundësinë edhe aftësinë ligjore për të marrë përsipër gjëra dhe për t'i realizuar në shërbim të komunitetit. Që shpresojmë ndoshta edhe në këtë fushë ndoshta bazë do të ketë dhe në ardhmen kompromisime, me qëllim që edhe ne të mundsojmë një shërbim më të mirë ndaj komunitetit. Mendoj dhe shpresoj për gjithë periudhën se kam pasur një kohë caktuar dhe unë dhe si këshilltar, dhe sekretari i Këshillit Bashkiak, apo edhe në kohën e ish-komunave, apo edhe sekretar fshati, e njoh shumë mirë komunitetin, më njohin, më kanë besuar detyra nga ndryshme, kemi bërë të gjithë bashkë, kemi bashkëpunuar, kemi caktuar prioritete në gjithë territorin e bashkisë, pavarësisht se zonat e caktuara kanë qenë të përfaqësuara, ne për ato që i quajmë nevoja bazike, kemi vendosur edhe për fshatrat të cilat kanë komunitete thuajse të vogla ose të apëfishme në numër, po jo në rëndësi, kemi vendosur njësoj për investimet dhe nuk kemi bërë as diferencime as diskriminime. Kështu që mendoj dhe shpresoj që në të ardhmen me bashkëpunim ashtu si kurse kemi punuar dhe kemi bërë gjëra të mira, siç kemi bërë punë në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës tonë, në drejtim të bashkëpunimit me mjetet e ndryshme në shërbim të komunitetit, apo edhe me rritjen e performancës bashkisë, gjitha drejtimet, mendoj që dhe shpresoj që në të ardhmen punët e mira që kemi nisur t'i përfundojmë, edhe të mendojmë për gjitha problematikat më kryesore që shqetësojnë jetën e komunitetit dhe problematikat që kanë të bëjnë me mirëqenien e komunitetit tonë. Faleminderit, sekretarët e gjithë pranishme dhe komunitetit që në ndjek. Shpresojmë të ardhmen që gjithmonë ne jemi të hapur për gjitha kritikat apo ankesat, kërkesat që ka komuniteti, sepse jeta e zhvillohet edhe kërkesat gjithmonë janë rritur. Faleminderit. Po, faleminderit, Kujto. Kush e do vjerë? Kush? Mujve, se sëri dortës. Pa, Mujvo.
Aty e mërë, shio. Dita një dhe erë dorë, Janë dhe e një tani. nuk ma murë dhe shimu. Janë dhe jo. Faleminderit. E kisha lidur ku do të pa. Faleminderit. Tash, Urdo. që ma dhe tani, Urdo, pati. dëshkëtim. Urdo. S'ka rësja. Jam drejtuar juve personalisht Po, dhe në përmjet juve shilit me ashtejak po. që keni marrë atë vendim shumë të drejtuar. No. Si, jemi. Dua sqarime edhe të lexohet ajo kërkesa që kanë bërë, me qenë se është dhe administrata, se ka një diçka në mes. Administrata bën ato, juve me një vendime. Të lexohet ajo kërkesa atje, se nuk merr dot një detar Libovi certifikatën e pronësisë për tokën edhe për shtëpinë që i kemi në 20 vjet. Këto janë problemet që u vajta 6 vjet sot, edhe po më vjen këtu, si kur kërkoj lëmosh. Prandaj mundësisht, po është e mundur, të lexohet kërkesa, pasa vendimin, merreni si të doni. Faleminderit. Faleminderit, për të bëj një sqarim, para se të bëj vendim. E para, unë s'ka Sot nuk është mbledhje e zakonshme e Këshillit të Bashkisë, dhe t'je shikon që në përbërje në këtë tavolinë nuk ka vetëm shqiptar, po ka edhe pranishëm, ka edhe të ftuar, ka edhe administrat. Problemi që ti trajtoj, mund t'jetë shumë i drejtë, dhe shumë i drejtë, por mua të kërkesë të dhënë akoma mos e kam lexuar, por t'jam fjalën që edhe sot nuk do ta lexoj, po do ta lexoj dhe do ta shqyrtoj me përparësi në mbledhjen e hershme të zakonshme të Këshillit të Bashkisë. Se sot ne nuk marrim vendim për asnjë gjë dhe nuk shqyrtojmë të kërkesën tonë. Pra, jo se nuk do ta shqyrtojmë, do ta shqyrtojmë me përparësi, por një gjë të keq qartë. Ne nuk japim as hipotek, nuk japim as certifikat pronësie, nuk bëjmë as dokumenta plotësues. Këto dokumenta të takojnë tyja, do t'i bështi, dhe do t'i adresosh atje ku t'u adresua. Ne mund marrëm atë vendim që na ke kërkuar për vlerësimin e asaj toke, na kaluar, e kemi kaluar, pavarësisht kontesimeve në mënyrave të veprimit tonë, dhe ne të kemi dhënë rrugësie për atë që duhet jetë. Tani, kërkesa jote e fundit nuk e di se çfarë ke shkuar, po të thënë që nuk e trajtojmë dot sot, se s'është mbledhje e Këshillit të Bashkisë. Sot është mbledhje e improvisuar në bashkëpunim me komunitetin për këtë problem që ti trajton më lart. Nëse ti ke marrë një optim nga sekretari dhe ka vetë sot është mbledhje e Këshillit të Bashkisë ne do të shqyrtojmë kërkesat e neve, jeni ke kuptuar me sekretarin, por sot nuk është kjo mbledhja e zakonshme. E di pse do më falësh. E di pse e bëra këtë? Nuk do më falësh, do të gjoha me përmendje. Mirë bëre që bëre, tani çdo. Unë e kërkoj këtë me qëse është administrata, dhe administrata merr ato karikaturat që ka bërë, në tokë arë e kthe në kudo, pandaj shpën ai çmim. Pandaj e do të lutem shumë zoti Asim, vërtet ka probleme. Po shikoni se administrata e i ishte e para, jo me këto. E para, ka grabitur tokën e një qytetari. Për këtë, dhe ajo mbledhje që dola i revoltuar, shumë i revoltuar këtea, të mbledhje parë, edhe se keni vënë ujtë në zjarë parë. Faleminderit. Faleminderit Gjosh, të flasim pra. Po, tjetër kushe do të. Kene një? Në dy lafe, Po, pati. Nderuar kolegë, duke qenë se jemi në fazën e diskutimeve për kompetencat, për detyrat edhe për llogarinë e Këshillit Bashkiak. Sot 12 vjet pas miratimit të reformës territoriale dhe akosisht 11 vjet nga miratimi i ligjit 139-2015 për
organizimin e qeverisjes vendore. Duaj që të kap disa arritje dhe problematika të ligjit dhe pse jo ndoshta në një mbledhje të radhës të Këshillit Bashkiak, një mbledhje ku të ketë diskutime të tjera, të miratohet një rezolut nga ana e Këshillit Bashkiak drejtuar Komisionit të Reformës Territoriale. Duke qenë se ky ligj dhe me ndryshimet e tjera ligjore të 2017-s i ka kaluar shumë funksione dhe shumë kompetenca bashkive, siç kanë qenë infrastruktura, shërbimet publike, arsimit parashkollor, shërbimet sociale, gjyqësia dhe zhvillimi rural, mbrojtja e mjedisit dhe të tjerë. Besoj se e kemi ndjerë të nevojshme dhe kemi parë, kemi konstatuar dhe ne si Këshilli Bashkiak, po dhe administrata që ka një mospërputhje të kompetencave ka sot Bashkia dhe Këshilli Bashkiak me burimet financiare. Që do të thotë, me ndryshimet e fundit ligjore të 2017-s, ku bashkisë tonë kaluan disa kompetenca që nuk i kemi parë. Kaluan dhe disa përgjegjësi, kaluan dhe disa burime njerëzore që gjykojmë se ishin të pamjaftueshme dhe për ta ushtruar ato detyrë dhe ato kompetencë si duhet. Marrim rastin e bujqësisë, apo të bordit të kullimit, apo të menaxhimit të rrugëve rurale e të tjerë. Gjithashtu transferuan edhe burimet financiare përkatëse nga ministrit, që sot vinë si grant i kushtëzuar dhe ndahen në buxhetin e bashkisë si zëmë vete tek ai kodi i caktuar dhe janë të përcaktuara vetëm ato shpenzime. Është e nevojshme, mendoj, se në momentin që transferohen këto fonde nga qeverisja vendore, qeverisja qendrore, të përcaktohet qartë destinacioni i tyre dhe pse jo të lihet në dorë administratës edhe Këshillit Bashkiak që ta riorganizojë atë buxhet. Duke qenë se janë buxhete të vogla, edhe për shkak të numrit të banorëve dhe për shkak të tipologjisë së bashkisë tonë, është pa mundur që ato buxhete që vinë si grant i kushtëzuar të reflektohen në investime konkrete të dukshme. Kështu që gjëja më normale dhe më efektive e një bashkie si e jona, një administratë si e jona dhe një këshilli si e joni është që këto fondet në bazë të raportit të performancës të administratës edhe të punëve publike të përqendrohen si investime të caktuara qoftë po themi vit pas viti. Ne kemi diskutuar disa herë në mbledhjet e buxhetit dhe kemi hasur atë problematikën që nuk mund t'i grumbullonim dhe nuk mund t'i përcaktonim të ishim nga një zë i shpenzimeve në një zë tjetër. Kjo një ngërç, mendoj, në zbatimin e buxhetit dhe në rritjen e efektivitetit të investimeve. Mendoj se ka pasur një rritje të autonomisë vendore, por decentralizimi nuk është përkthyer ende 100% ashtu siç duhet të jetë, nëse nga problematikat që ngritën sot këtu. Këshilli Bashkiak, Bashkia Administrata e Bashkisë nuk ka asnjë kompetencë për pronat vendore. Asnjë lloj kompetencë, pavarësisht se mund të jetë pronar i gjitha pronave që ndodhen në territorin ose në territorin e bashkisë, prap nuk është pronar. Nuk ka një listë miratuar, ka ato listat e vjetra
që të 2015-ës për kalim ca në pronësi, ca në përdorim, por nuk ka të azhurnuar të gjitha pronat që janë ku Këshilli Bashkiak dhe Bashkia është pronar. Dhe kjo krijon një problematik sepse ti nuk ke mundësi që të investosh, nuk ke mundësi që të përfitesh investitor, krijon problematika të caktuara edhe nga rastet që kanë qenë më përpara, ku ne dim shumë mirë se si ka proceduar, kemi marrë vendim Këshilli Bashkiak, ka ardhur investitori, janë marrë lejet e kamerale, ka pas mbi vendosje të pronave. Sot ato projekte janë të pezulluara, por kjo gjë krijon një problematik shumë të madhe sepse krijon frikë dhe krijon hezitim nga investitorët. Që nëse një investitor ka dëshirën e mirë për të investuar në bashkinë tonë dhe dëgjon ose has problematika të tilla, atëra ai stepet, rriqet, mendohet dy herë dhe shkon në një është një bashki tjetër ku e ka më të thjesht dhe ka më pak burokraci dhe ka më shumë siguri për pjesën e pronave. Unë mendoj se paktën për njësinë qendër, edhe për qendrën e Lipohovës, mungon kjo lista e transferimit të pronave. Ne nuk i kemi të regjistruar. Gjithashtu gjatë këtyre viteve unë dua të falenderoj shumë projektin Bashki të Forta, i cili ka qenë një promotor i përmirësimit të pjesëmarrjes qytetare, të rritjes autonomisë vendore, por edhe të transparencës. Unë kam qenë sekretar i Këshillit Bashkiak për periudhën 2015-2021 dhe jam asistuar nga projekti Bashki të Forta për një sër komponentësh që ata kishin në programet e tyre. Dhe vlerësoj se për sa i përket transparencës, llogaridhënies, sot Këshilli Bashkiak është në nivelet ku e kurse që ka qenë para 10 vjetësh. Sot ka një faqe webi të administratës dhe të Këshillit, ku ke gjithë emrat e këshilltarëve, ke gjithë kontaktet e këshilltarëve, ke gjithë vendimet e Këshillit Bashkiak të miratuara, të publikuara muaj pas muaj në faqen e webit, ku çdo qytetar ka akses dhe mund të futet dhe mund të shikojë të gjitha vendimet. Sot të gjitha mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë online, transmetohen në rrjetet sociale dhe mund të ndjeki çdo. Kështu që për sa i përket pjesës së transparencës dhe llogaridhënies, mendoj se jemi shumë hapa para, duke krahasuar edhe me bashkitë e tjera. Sepse të jesh një bashki e vogël, si thona jonë, nuk do të thotë që nuk ke kapacitete, nuk ke burime njerëzore, nuk ke infrastrukturë të tjera më është më thjeshtë për të menaxhuar dhe duke krahasuar me bashkitë e tjera, qoftë në pjesën e ndihmarrjes nga Këshilli Bashkiak është shumë herë më i përgjegjshëm, shumë herë më transparent, shumë herë më pranë qytetarëve edhe për shkak të afërsisë që kemi dhe për shkak të faktit që jemi të gjithë pjesë e komunitetit dhe i arrim të gjitha zonat. Po dhe nga ana e administratës, pavarësisht problemeve që ne i kritikojmë dhe i kemi kritikuar rast pas rasti në mbledhje, ka qenë gjithë tendenca ka qenë për përmirësimin e shërbimeve dhe të ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve. Kështu që unë vlerësoj pjesën e administratës me gjithë ato mangësitë dhe mungesat që ka patur në vite, por duke krahasuar me bashkitë të tjera vlerësoj shumë atje. Vlerësoj përgjegjshmërinë dhe vlerësoj efektivitetin pavarësisht problematikave të ndryshme, qoftë ligjore, qoftë administrative e tjera me radhë.
Kështu që nuk është e thënë që duke qenë se një bashki e vogël, nuk ju ushtron kompetencën siç duhet dhe duhet të shkrihet e tjera me radhë. To janë, unë nuk jam fare dakord me to. Një bashki e vogël, një qeverisje më e mirë, më pranë qytetarëve, më pranë njerëzve, zgjidhen problemet në kollaj dhe në një kohë më të shkurtër. Pavarësisht se ne kemi një varësi nga aspekta e qeverisë qendrore, kjo të gjitha bashkitë e kanë, të gjithë Shqipërinë. Të gjitha bashkitë sot, përjashto Bashkinë e Tiranës, që realizon buxhet të theksuar, kjo ndodh për shkak të leve të ndërtimit normalisht dhe për shkak të taksës së ndihimit në infrastrukturë. Por të gjitha bashkitë e tjera, 60 bashkitë e tjera, janë të gjitha të varura nga transfertat e qeverisë qendrore. Kështu që të gjitha ato argumentat që janë përdorur qoftë për media, qoftë në për tavolina, qoftë në për konsultime të ndryshme, që është i varur nga bashkitë janë të varura nga transfertat e qeverisë qendrore, nuk është në një sepse 60 bashkitë janë të varura nga transfertat e qeverisë qendrore. Sepse nuk është e zaruar decentralizimi në atë formë që duhet të jetë. Deri më sot kemi folur për ta që në vitin 2000, faktikisht që keni qenë pjesë e pushtetit gjithë ato vite, është folur për decentralizim, por akoma nuk ka decentralizim. Ne jemi dëshmitar, ne të Këshillit Bashkiak dhe administratë dhe kryetarë jemi dëshmitarët okular, sepse për të gjitha problematikat që sepse njerëzit nuk e dinë, nuk i kuptojnë kompetencat e Këshillit Bashkiak dhe kompetencat e administratës apo kompetencat e kryetarëve. Kështu që për çdo problem përballen këtu, vinë këtu probleme me ujë, me dritat, me arsimin, me shëndetësinë e tjera me radhë, do vinë tek kryetarit e Këshillit Bashkiak. Dhe ky është decentralizimi. Por ky decentralizim ka 26 vjet që ende nuk mundon. Meqense ishim tek varësia nga qeverisja qendrore. Tani edhe dy fjalë për Këshillin Bashkiak, sepse më ngrit si problematik me të drejtë edhe nga kryetari edhe nga një pjesë e anëtarëve të Këshillit për listat e hapura të këshilltarëve. Edhe unë jam shumë dakord me këtë propozim, por duhet të çfarë ke bërë ti? Se ne këtë gjë Po më le ta mbaroj se. Në fazën e diskutimit unë thash diçka më përpara. Unë ta bëra I parapriva, që në fillim të fjalës time i parapriva sekretarit dhe kryetarit që këto diskutime një mbledhje do miratohet një rezolut e Këshillit Bashkiak dhe ti propozohet atyre personave, atyre zotërinjve deputet që janë aty në komisionin parlamentar. Me dokument. Edhe atyre që na përfaqësojnë. Patjetër. Jo vetëm komisioni. Komisioni ka atyre që na përfaqësojnë, është e mira që ne të shprehemi me rezolut, sepse vërtet diskutojmë këtu, vërtet bëjmë funksionale, por vjen këtu mes nesh. Ndërsa një rezolut me pika të mirë argumentuara, të përcaktuara siç duhet, dhe të organizuara, tani ndoshta nuk do t'i marrim parasysh, por që nuk si ka. Ne do bëjmë pjesën tonë, mendoj të bëjmë pjesën tonë. Me ato diskutime, propozime që do bëjmë këtu. Për pjesën e Këshillit Bashkiak, jam dakord me ato propozime që dolën nga ana juaj, që pse jo? Pse jo në listat e anëtarëve të Këshillit Bashkiak të jetë me votim të hapur. Me gjithë respektin për kolegët këshilltarë, ne kemi këshilltarë këtu që në fazë këshilltarë që si kemi dëgjuar
Dhe është për të ardhur keq se ne nuk flasim për problemet tona personale, flasim për ata qytetarë që përfaqësojnë, për ata njerëz që përfaqësojnë. Dhe jemi të gjithë këtu në mbështetje dhe në ndihmë të kryetarit të bashkisë. Që administrata mos shëdoj, mos ketë probleme. Dhe nëse kemi thënë disa fjalë nga ana e këshilltarëve, edhe thënë disa fjalë më shumë janë të administratës që të përmirësojnë disa gjëra me të mirë, sipas mundësive, dhe ca problematika që na i thonë neve dhe shefun administratës. Se ndodhë gjithandej që është ajo që tha kryetari që i Zoti e merr vesh i fundit. I Zoti shpisë e merr vesh i fundit që na thonë disa gjëra, por hezitojnë t'ia thonë kryetarit se ku di unë, apo hezitojnë t'ia thonë pjesës tjetër të administratës. Dhe ne jemi këtu për t'i përcjellë në atë formë që e gjykojmë dhe që i kemi përcjellë deri tani. Faleminderit. Faleminderit deri. Ka në invitire dhe që në mos invitet merak. Problemet dorën. Se problemet kanë dalë pakëlluar, por problemi është që sot nuk është ndërja djeruar e Këshillit të Bashkisë dhe ne i kam të gjyra që në fillim. Dhe shumë gjëra në ato në qëse do të analizoja me nëllësi, besoj se do t'i mbaruja ka shpejt sa që i mbaruja këtë materialin që se në të bashkëpuntimisht, se problemet janë kaq më dha, sa dhe atë të palexuar. Këtu trajtuan shumë probleme nga do, problemet edhe ato trajtuan të besniku dhe për arsimin edhe për të gjithë pjesën e infrastrukturës ndaj gjithë funksionimit të Këshillit të Bashkisë. Një problem është aktual i cili të tërë njerëzit, edhe të tërë të pranishëm, po dhe ata që janë pranishëm që trajtojnë me të madhe është përbërja anëtarëve të Këshillit të Bashkisë. Dhe kjo nuk varet vetëm thjesht nga ne apo vetëm te pjesa jote. Përbërja e Këshillit të Bashkisë është e përcaktuar në kodin zgjedhor në formë të tillë që subjektet elektorale do të përcaktojnë vetë anëtarët e qendrës së vajzës si subjekt elektoral. Dhe ky propozim i jonë për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Bashkisë është shumë normal, dhe unë do të isha dakord me gjithë ju, edhe me propozimin që u bën në përgjithësi, që siç e bën fushatën kryetari, kandidati për kryetar të Këshillit të Bashkisë duhet ta viten kandidat për anëtar të Këshillit të Bashkisë, se pse do të votojnë apo që të jenë përfaqësues tyre që të jenë pjesëmarrë. Pse themi shpesh herë që duhet bëhet tjetër. Janë 15 këshilltarë për 3 vjet ose për x vjet, nëse nuk është i përfshirë dhe nuk i lexon dot as materiale të besniku apo dikush nga ju këtu ngjiti problemin që duhet të njehen këshilltarë për ata kishin këto materiale. Materialet në si rregull është i përcaktuar që 5 ditë pas se fillon mbledhja e materialeve në përgjithësi, i përcjell këshilltarët në shtëpi. Kush është i interesuar i lexon, kush nuk është i interesuar nuk i lexon dhe nuk shikon me udhësi. Dhe në këtë aspekt këshilltari pavarësisht se dihet nga një subjekt elektoral, kur vjen në tavolinë e këshilltarit do të vishë nga pjesa politike. Të vishë nga pjesa politike sepse është në shërbim të qytetarit. Ai shimaqja është gjatë nuk ka si fare. Këshilltari do të jetë në çdo kohë kur ai hapi, do të shikojë shërbimin e qytetarit. Te një llam dëgjuese që nuk ndëqon duhet ta shqetësoj. Po edhe një punë publike që bëhet duhet ta shqetësoj. Po edhe një problem tjetër kur nuk e ka duhet ta nëse nuk e ka këtë shqetësim, ai këshilltari vjen thjesht një këshilltar, një antar i Këshillit të Bashkisë vjen këtu, mbaron mbledhjen ose vjen ose nuk vjen dhe siç vjen ashtu ikën. Pra aktiviteti i Këshillit të Bashkisë nuk është vetëm për Këshillin tonë, është vetëm pesë këshilltarë të kanë pesh në pjesën e përgjithshme të Shqipërisë nuk kanë pesh të rëpos. Çdo gjë e vogël ka rëndësi për atë vend që përfaqëson. Pra formula e ndryshimit e zgjedhjes së kryetarëve duhet ndryshojë me kodin zgjedhor. Kjo është taksative dhe kështu duhet të ndodhë se kemi çaj bëjmë pjesën tjetër. Kemi ndërtuar në mënyrë të rrotë pjesën e decentralizimit të pushtetit. Ka duar që në 2000 decentralizimi dhe aktualisht në 2015 avetu i jo që nuk është decentralizim. Po është zhveshur nga se është i ndërmarrur plotësisht në qendër. Kur them është i ndërmarrur plotësisht në qendër do të thotë çfarë akses ka kryetari i bashkisë tek energjia elektrike.
Çfarë akses ka të ndërmarrja ose bordi politik? Çfarë akses ka tek pjesa e arsimit? Çfarë akses ka tek kur të gjitha këto shërbimet baren nga pushteti qendror? Qytetarët kanë vetëm një vot të kryetarit dhe për çdo gjë do vinte kryetari. Çfarë do të kryetari? Nuk varet nga mua, po i shko të qes. Zvaret nga mua, po i të usjes. Nuk varet nga mua, po i në drejtoria arsimore. Nuk varet nga mua, po i të X ministri. Pra, pushteti vendor jo që nuk është decentralizuar, po është zhveshur nga gjitha kompetenca që duhet të ketë. Ne shpesh themi që Bashkia e Lvovës nuk ka resurse ekonomike për të shtuar të ardhurat e veta për livën e shqiptit qytetarë. Hisë sytë e shikur Drogut. Drogut ka një marrë të tërë me gu. E menagjon vetë. Të atë ardhurat e bizneseve i vë detrimin e taksën në bashki, pagohen pa në gjejë burë. Bashkia e Lvovës nuk ka një të. Po çfarë ka? Po ka dy burime ujore. Dy burime të ujore, një në Lvovë, një në Pravish, edhe një tjetër diku. Pse këto burime ujore mos jenë pronë e bashkisë për të rritur atë të ardhurat e veta, duke krijuar mundësi për rritje ekonomike? Po duhet jetë baseni biosës të varet sikur është lumi i Suës, po dhe lumi i Suës, pjesa e përbërjes së saj, ajo pjesë i takon bashkisë për ta mbrojtur dhe për ta përdorur i takon, duhet ta ketë bashkia. Pse ato zonat e mbrojtura kanë kaluar janë zonat e mbrojtura në varrin Andetit, zonat e mbrojtura po të pa mbrojtura duhet të jenë në jurisdiksion prapë të bashkisë. Shteti e ka në dorë që të gjitha format e ish kooperative normale të njësore, kalojnë bashkisë. Pse duhet bashkia të aplikojë në shtetin në shtet për të marrë certifikate pronësi të jetë pronë e bashkisë? Por duhet të pagojë bashkia të bëjë planë rivelimit të veçanta që të marrë një pronë në saja ta marrë nga shteti. Kur shteti ja ka kaluar së pronë, duhet ta përcjellë dhe me certifikat pronësi. Të gjitha pronat e saj. Të ngërçi që i ka krijuar qendra, nuk ka krijuar bashki. Shumë pjesë gjëra të tjera, liçenin e kemi kërkuar ka qenë, liçeni është drejtori i Bashkisë Lvovës. Është gangren për çdo vit një liçen që ka 22 milionë metër kub ujë si kapacitet mbledhës, i shërbën të komiteti është drejtori i Bashkisë Lvovës, siç e ka pamundur që shteti përmjet akte ligjore nuk ja jep dhe të japi edhe aktet në ligjore që thotë po të ta marrë në jurisdiksionin tonë, ta kesh pronën tonë, të kesh ardhurat e tua, por do të shërbësh shefi filan bashkie dhe filan bashkie. Po vëmë rregulla e ligjit të përcaktuar. Pse mos apo? Pa çka kompetenca pas ka pushteti vendor të drejtë. Pastaj ke pjesa e menaxhimit të buxheteve të të ardhurat, ai përket vërtet Këshilli Bashkiak në bashkëpunim me administratën e bashkisë. Performanca e administratës bashkisë, po, edhe performanca e administratës bashkisë në këtë pjesë ka përgjegjësi e vet, por aman mbështetja nga qendra është minimale dhe për mua është shpesh herë është edhe cungus. Edhe me mentalitet dhe mendime hapose janë bashkisë bota. Punë e madhe. Pse u mbyll ose u bashkova bashkia e Lvovës me Gjirokastër. Është një fjalë goja e atyre që jetojnë në luks në Tiranë. Ose atyre që marrin objektiva nga Bashkimi Evropian. Se Bashkimi Evropian nuk besoj se do ketë në primare, në rolin e vetë, që të mos shërbej qytetarë. Shërbej qytetarë, veçsa marrë qytetarë. Akordon fonde nga më të ndryshme për ndryshuar performancën e administrimit dhe të shërbimit ndaj qytetarëve nëpërmjet mënyrave të ndryshme. Në të njëjtën kohë që këto çmbohen në rrugë. Përmendimi ka shumë gjëra që ndoshta ne mundi diskutojmë në mbledhjet e ardhshme. Nuk mendoj se pak a shumë unë përmendime janë pak i ashtu në të pjesë që të thashë e përrim që pjesëmarrja e komunitetit të ne, ndoshta do të ishte më mirë. Nëse ne do kishim organizuar fakt më mirë, që kishim pjesëmarrje më të gjerë, më të madh se shumë probleme se jap mujua, që ishte interesuar për realin e tij. Edhe ka qenë, po dhe mujo, do të kemi një përgjigje reale dhe mujës, se mujo, këtu ka qenë, po s'do të merrem me mujo, edhe me mujo ka pjesën e vetë, dhe ta zgjidhja problem se ka ne në Këshilli Bashkiak çka kishin për të ata. Ai thotë da mu grabit mua prona, po kur u grabit prona mujo asnjë gjallë sot pas ka vjetësh, edhe tani kërkon rrethon e tij. Po t'ia kthej ligjet e instruksion për kasa atë që duhet. Që zgjidhni skapse ngelet dakë mëjes tek në zyrën e kryetarit apo sa kemi në letviti e pranishëm, por nuk mund të diskutojë një problem të mujës apo të ndokujt tjetër. Për sa i përket performancës ose vlerësimit edhe
të ato fshatra që nuk kanë pasur antar të Këshillit Bashkisë përfaqësuar në pjesën vërmëse të Këshillit Bashkisë, nuk ma të mëdhe që ne të kemi analizuar ose të kemi aplikuar investimet të shkëputur nga Zagoria apo nga zona pjesë tjetër e Zagorias ose fshatrave në territorin e Nisisë Bashkisë Ligovë, i kemi gjykuar pothuajse në mënyrë të barabartë me pjesën tjetër të komunitetit. Për sa i përket rezolutës, mendoj që ajo është shumë e vonuar, do ta kishim bërë dhe kemi por lodhje tjetër. Koha shumë e shkurtër. Brenda deri në 11 vjet të zhvillimit saporik, reforma territoriale do të vijë. Kështu që ne duhet jemi shumë të angazhuar nëse do ta përgatisim atë relacion, ne jam siç dakord. Ta caktojmë tani se në lidhjen e radhës së Këshillit Bashkisë në listë kur e vendosit për ta bërë në mbledhjen e ardhshme, ta bëjnë të flasim konkretisht çfarë do ta bëjnë, kur do ta bëjnë sa më shpejt e ta përcjellin atje në Këshillin Bashkisë. Ashtu sikur si kërkuam ndihmë edhe për i këmbëton që i këmbëtea prindja atje me vendim të Këshillit Bashkisë për ta realizuar